Një vajzë 26 vjeçe që sapo kishte lindur, bën një krizë epileptike, vjen tek ne, diagnostikohet me trombozë venoze, ndërhyet me terapi. Sigurisht që ndërhyrja me terapi në këto raste i kërkohet nënës që të ndërpresi ushqyerjen me gji. Por asnjëherë nënat nuk duan ta pranojnë këtë gjë, që jo, pse unë do t'i marr dhe ilaçet, do ta ushqej dhe me gji fëmijën. Por në fakt është e domosdoshme në mënyrë që ti të mos bësh edhe intoksikimin e fëmijës nga medikamentet. Dhe me bindje, me shumë takt nga ana jonë dhe sigurisht edhe me ndihmën e familjarëve, sepse kërkohet një ndihmë disa dimensionale, arrim që t'i bindim nënat e reja dhe të fillojmë terapinë. Dhe zonja vjen dhe sot më takon një herë pas here dhe më thotë që jam shumë mirë, sa të bë vajza, i them unë sa të bë djali, por edhe një djalë pas dhe ecuria ka qenë jashtëzakonshme. Pra, ne kemi raste të përditshme, mund të them, të moshave të reja, fatkeqësisht disa herë fatale, pavarësisht impenjimit maksimal nga stafi mjekësor.